Po, ajo që dele është ekstra. Ndërkohë, ndalim pak tek Mercato, si po duket çfarë po ndodh me lojtarët tanë, flitet shumë për Aslanin, flitet shumë për Beratin, për Rejmanajn që përshjon pushimet në jugun ton të mrekullueshëm që e kërkon Samsunspori, që do i dhjetë në Kupat e Europës. Shikojmë flitet për brojën ndërmjet Chelsea dhe Ajaxit. Unë uroj që Igli ta marrë Milan ja. Po dëgjoj. Igli është një emër shumë i madh. Pra Igli nuk të merr ty se ti mund të je bravo. Sepse dëgjoj, pastaj është dhe diçka tjetër. Se nuk e thot asnjë, janë aq shumë servil janë ndaj Milani nuk është Lazio. Po, patjetër. Kjo është analiza ime. Milani nuk është Lazio. Okej. Duke parë padyshim lojtarë shqiptarë, kush mendon që duhet lëviz nga lojtarët e kombëtarët? Po Aslani. Duhet lëviz nga Inter. Po duhet lëviz sepse domethënë ai është Dje luajti. Po dëgjoj, Aslani sepse duhet na tregoj ne është dhe më mirë t'jesh i pari i fshatit se i fundit qytetit. Metafora është e tillë që më mirë gjej një klub. Pra u fol për Fiorentinën, por raport si tezë, si pistë. Kështu që urojmë që të gjejmë mirë sepse kemi dy përballje. Po Bajrami, Asani. Asani është pista japoneze, urojmë që sepse aty është një kampionat i fortë, është kampionat më i fortë se Korea e Jugut. Edhe Bajrami jemi akoma në fillim të Mercatos. Jo, patjetër, por flas. Për ty lojtari i vetëm që duhet lëviz patjetër është Aslani. Apo ka të tjerë që duhet lëvizin? Pa Aslani, po Manaj do lëvizi, sepse nuk do zbresi një kategori më poshtë. Ai ka shkuar larg Uzuni. Daku u prish për të shkuar Zeniti. Po. Mitaj, flitet shumë për Mitaj që mund ta marrë Milani. Po. Mitaj do bënte për Milanin. E shoh, dëgjoj. Nëse ka një lojtar, nëse ka dy lojtar kombëtarë jon, që janë më të mëdhenj se gjithë tjerët, që ndoshta janë më të mëdhenj se vetë kombëtarja. Bravo. Që nuk i rrin. Bravo. Është Mitaj dhe Broja. Okej, te Broja unë kam dyshimet e mia. Ta them, e di pse ta them. Për shkak dëmtimeve sepse nuk po jep ato që duhet. Ore dakord, po çfarë krijon, çfarë mund të bëj? Çfarë mund të bëj Broja? Okej, po çfarë po bën? Po Broja është Mitaj po bën. O thimi, po pse eksperimenton ti me Brojen? Pse ma vjen krah djathtë? Po Broja është nënçmër zotri. Boll me këto eksperimente.